Për hir të vërtetës, ne edhe ju, zoti kryetar, e kemi diskutu kërkesën tonë për mocion me debat më shumë se një herë në konferencën e kryetarëve, dhe për fat keq, dje nuk është se ishte e dyzuar, ishte një jo nga ana juaj për dakordsi për ta realizuar mocionin me debat, një kërkesë legjitime një grupi deputetësh. Ndërkohë që nga ana tjetër ne kemi pa këtë mazhorancë të insistoj, të shpejtoj, pa asnjë lloj argumenti për të futur në rendin e ditës në diskutim të këtij parlamenti ligje si ai i barazisë gjinore, i cili jo vetëm shkon krejtësisht kundra vullnetit të qytetarëve shqiptar, të cilët në çdo sondazh kanë deklaruar me mbi 98% kundërshti dhe fort ndaj këtij projekt ligji, i cili synon shkatërrimin e thelbit, e bërthamës së shoqërisë tonë, familjes shqiptare, shoqërisë shqiptare, nëpërmjet futjes së koncepteve krejtësisht anti-biologjik, anti-shkencor mbi gjinin, futjen atyre koncepteve mbi gjinin të cilat janë bazuar në ideologjit woke majtiste, dhe nuk e di kush ju a imponon me kaq insistim këtë agjentujën antikombëtare, anti-shqiptare. Nga ana tjetër, tregoni mungesë krejtësisht sensibilitetit dhe vullnetit për të ndihmuar sadopak ato mijëra pacient dhe dhjetra mijëra familjar të tyre që sot çdo ditë përballen me një luftë të vështirë për jetën kundër vdekjes. Janë skandaloze ato pamje që shohim dhe që na i kanë bërë prezent jo vetëm deklaratat e kolegëve tanë, po edhe emisionet investigative, kërkimore të gazetarëve të cilët mbulojnë këto fusha. Sot, në këtë sallë, duhet ishim duke zhvilluar një mocion me debat, një kërkesë legjitime e paraqitur nga një grup deputetësh të opozitës për një nga çështjet më urgjente që ka sot vendi, për shëndetin dhe jetën e pacientëve me sëmundje tumorale. Por kjo shumicë zgjolli ta refuzoi debatin, ashtu siç ka refuzuar që në nisjet kësaj legjislature të re, ku për herë të parë në historinë e parlamentarizmit shqiptar refuzoi të mbante debatin edhe për programin politik të qeverisë së kësaj mazhorance. Ky parlament, për fatin e tij të keq, është ndërruar në një shtojcë të ekzekutivit, pasi debati për kontrollin parlamentar ndaj qeverisë është i ndaluar. Në këtë parlament ngrihen vetëm kartonat e kësaj pjese të mazhorancës, si të ishin buratin. Është e trisht që përfaqësuesit e qytetarëve, ata që duhet të mbrojnë interesin publik dhe duhet t'i kërkojnë llogari qeverisë, sigurisht në çdo parlament tjetër të një vendi që aspiron të jetë antar i Bashkimit Evropian, në fakt nuk bëjnë asgjë tjetër veçsa zbatojnë urdhra politik. Ky debat nuk është për ne, përfaqësuesit e opozitës. Ky debat që u refuzua nuk është për të bërë politik. Ky debat është për shqiptarët dhe nuk do të duhej të ishte refuzuar. Për të bërë transparencë mbi situatën dramatike në spitalin onkologjik, e cila kërkon reagim urgjent për ta kthyer atë në kushtet paktën bazike të ofrimit të shërbimit. Qytetarët kërkojnë trajtim shëndetësor bazik, sepse kjo është një drejtë kushtetuese e cila nuk mund t'i referohet, nuk mund t'i refuzohet nga asnjë lloj qeverisje. Sot do të duhet të flasim për jetë njerëzish, jo për statistika dhe propagandë fasadash të qeverisë. Sot duhet të flasim për ato nëna, gra, vajza, baballar, djem që luftojnë çdo ditë për të jetuar, ndërsa shteti që duhet t'u garantojë trajtim dinjitoz u kthen kurrizin. Raporti publikuar vetëm një muaj më parë nga kontrolli i lartë i shtetit është në zyrën tuaj, zoja ministre. Dhe me shumë gjasa ju do të arkivoni, sikundër kolegët e tuaja të mëparshme kanë bërë të njëjtën gjë me raportet e mëparshme.
sepse për 12 vite me radhë, situata në onkologjik nuk ka ndryshuar. Përkundrazi, ajo po degradon nga dita në ditë, ndërkohë që ju keni përgjegjësinë për të garantuar shëndet cilësor për çdo qytetar dhe për të bërë çdo gjë për të ruajtur jetën e qytetarëve shqiptarë. Ky raport nuk flet me opsione politike, flet me fakte, shifra dhe dokumente zyrtare. Ai bën një panoramë të ftohtë mbi situatën e banave dhe pajisjeve mjekësore në spitalin onkologjik të QSUT-s, e cila është në një kolaps përkundrejt shërbimit ndaj qytetarit. Pacientëve që dërgjen çdo ditë me qindra e mira dhe ku mungojnë barnat bazë, barnat e trajtimeve terapeutike, pajisjet sipas protokolleve mjekësore për diagnozat e ndryshme të pacientëve e tjerë. Raporti tregon qartë se 46% e barnave antitumoral të autorizuar nuk janë importuar kurrë dhe kjo është kriminale. Protokollet klinike janë të vjetruara që prej vitit 2014. Kjo është paaftësi kriminale. Farmacitë spitalore kanë barna të skaduara që ende figurojnë si aktive. Kjo është një vjedhje me pasoja direkt në shëndetin dhe jetën e qytetarëve. AKBMP nuk ka kryer asnjë inspektim për 3 vite rresht, Agjencia Kontrollit Banave. Laboratori i kontrollit ka kryer vetëm 8 analiza në 3 vite. Penalitetet ndaj operatorëve që kanë vonuar furnizimet nuk janë zbatuar. Programi për barna tumoral është nënfinancuar sistematikisht. Këto fakte të gjitha flasin qartë. Kjo nuk është një mungesë apo ngërç administrativ. Ky është një skandal shtetëror. Është një tjetër provë e qartë e dështimit të një sistemi të kapur nga paaftësia, burokracia dhe korrupsioni. Në vend që të investohej në barna, në pajisje dhe në kushte spitalore, qeveria ka preferuar propagandën dhe fasadat shumëngjyrëse që vetë ministri e re në ditët e parë të saj holli paralele me vendet e BE-s e të Britanisë Madhe. E nderuar ministre, a ka sot pacient në spitalet onkologjike të Europës apo të Britanisë Madhe që përballen me mungesë të kushteve bazë të hospitalizimit dhe higjienës për pacient? Ku mungojnë barnat bazë dhe ku mungojnë terapit jetike për pacientët. Spitali onkologjik, që duhet të ishte qendra e shpresës për mira pacient, sot është kthyer në simbol të braktisjes shtetërore. Çdo vit buxheti për barnat onkologjike dhe pajisjet mjekësore ka rënë, ndërkohë që buxheti për koncesione e fasada, shërbime, konsulence e tjerë është rritur. Shifrat zyrtare tregojnë qartë. Vetëm dje, një zonjë së murë me tumor solli dëshminë e saj tronditse nga eksperienca e përjetuar në spitalin onkologjik. Nuk ka shtretër, as poltrona për kemioterapi. Nuk ka kushte minimale higjienosanitare. Brakiterapia nuk punon prej 3 muajsh. Akseleratorët linear funksionojnë me ndërprerje. Mamografia dhe ekografia nuk bëhen. PET scan nuk ekziston. Barna që duhet t'i siguroj spitali, pacientët i blejnë vetë ose detyrohen të shkojnë jashtë shtetit. Kjo nuk është thjesht neglizhencë, është shkelje e të drejtës për jetën, e sankcionuar në kushtetut dhe në konventën europiane për të drejtat e njerëzit. Kush mban përgjegjësi? Kush i mban përgjegjësitë për këtë situatë ekstreme? Ku është Ministria e Shëndetësisë? Ku janë drejtuesit e QSUT-s, të fondit sigurimeve, të agjencisë barnave? A do të kenë ndonjëherë llogaridhënie reale apo çdo gjë do të fshihet në petkun e propagandës? Të nderuar qytetarë, debati që u refuzua sot në këtë parlament nuk është për opozitën, por është për qytetarët. Është e drejta e qytetarëve të kërkojnë llogaridhënie, të kërkojnë veprim të menjëhershëm, të kërkojnë që ky kuvent të mos hesh përballë dhimbjes njerëzore. Ndaj unë sot, edhe pas këtij refuzimi që ju po i bëni drejtës qytetarëve për të kërkuar llogari ndaj qeverisë, kërkoj një hetim parlamentar për zbatimin e rekomandimeve të KLSH-s, transparencë të plotë për buxhetin e banave onkologjike dhe kontratat e furnizimit, rishikimin e menjëhershëm të protokollave klinike dhe procedurave të miratimit të banave, rritje të buxhetit për onkologjikun, jo për mure, jo për fasada, por për barna dhe pajisje. Përfundoni fjalinë.
Garanci ligjore për furnizimin pa ndërprerje me barna jetik të listës bazë. Zonja dhe zotëri të mazhorancës, kur të votoni, mendoni për ato mira pacient që luftojnë çdo ditë me vdekjen. Jeni me to apo kundër tyre? Faleminderit.